Drop it, buddy. Put it down, Vic. You're okay. Put it down. And now the kid in the blue and green has the firearm. Dy djemë të vegjël u kapën duke mbajtur një armë zjarrit mbushur. Nëna e tyre ishte ajo që thirri menjëherë policinë. Ato pulunin me armën duke ja kaluar njëri tjetrit. Njëri madje tentoi ta shtypte këmbën, por fatmirësisht arma nuk funksionoi. Policia ndërhyri me kujdes, qëllun fillim një plumb plastik drejt murit pranë tyre. Trying to take it from the one in the orange. Forty out! 40 out! 40! Në fund arriten ta largojnë armën pa lëndime. Arma ishte e babait tyre. Situata si kjo në fakt nuk ndodhin vetëm në Shqipëri. Ky nuk është një problem shqiptar, është një çështje edukate, përgjegjësie dhe sigurie brenda familjes që ndodh kudo në botë. Pyetje për ty, kush mban përgjegjësi kur fëmijët marrin në dorë një armë? Si mund ta parandalojmë raste të tilla në lagjet tona? Shkruaj mendimin tënd në koment më poshtë. Zoti bekoft.